E përmende që llojet e laserit dhe më pëmënona me i majt men edhe me fol për secilin që shikus me ditë edhe sakt kur vinë çka kanë me prit prej doktorit. Është tjetri lloj laseret fotodisruptiv. Po, është jag laseri ose fotodisruptiv, zakonisht që laserat që në ose indikacion që ndryshon shumë ato indikacionet me laser fotokoagulimin, zakonisht këto e përdorëm gjithë pacientët dinë që moshat e shtyra krijohet katarakta ose perdja e syrit. Perdja, po. Realisht, na perdën e heqëm me një metodë shumë tre me anë të rrezëve të ultrazonit edhe krijohet është një që thamë më herët ai krahasimi para dhe pas bëhet në një shumë të sigurt, shumë të avancuar. Po gjithmonë pas kur heqet katarakta ose perdja e syrit, ne gjone vendosëm brenda një thjesht intraokulare e quajmë. Që mbetet në sy dhe përmes saj do të shohim shumë mirë, se nuk bën pa vendosje tjezës. Me dioptri të pacientit që na gjithmonë e masën paraprakisht para intervenimit. E shpjegova këtë për arsye se pas një kohe, mes disa muajve ose viteve, pacienti që është operuar prej kataraktës, edhe thotë unë shumë mirë po shoh për një thotë dhe ka nisën po shoh si mjegun. Dhe realisht kjo ndodh na e quajmë si opacifikim ose trubullimi asaj pjesës ku është mbështetur thjerza, na e quajmë kapsula pas me lensit të njeriut. Që mund të pastrohet brenda 1 minuti. Themi kështu. Me këtë laserin fotodisruptiv, jag laserin që na e përdorim domethënë. Se gjithmonë pacienti pyet a ka më kthy perdja në herë kur e heqëm? Jo, perdja s'kthehet më asnjëherë. Forma që e ka kur s'mund kthehet. Nuk rikthehet. Po çka quhet si perdë dytë ose na e quajmë si katarakt sekondare. Kur krijohet që e farë turbullime e kapsulës pasme, edhe kjo mund të përmirësohet në një farë mënyrë, domethënë me efektin e këtij laseri.